Natyrisht ata që nuk kanë bindje në këtë rrugë të LDK-s, ata s'mund të vazhdojnë të kritikojnë, atakojnë, e sulmojnë LDK-n çdo natë mundshme gjithandaj. A jeni për shkarkimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku? Kjo ishte pyetja që ju drejtua delegatëve të kësaj partie mbrëmjen e së ejtës, në kuvendin e jashtëzakonshëm, i cili ishte i dyti mbajtur brenda 6-7 muajve brenda kësaj partie. Në këtë pyetje u përgjigjen 327 delegatë. 170 votuan kundër shkarkimit të Abdigjikut, 152 votuan për shkarkimin e tij, ndërsa 5 delegat abstenuan. Pavarësisht se në ndrejtimin e tij LDK-ja në 3 palë zgjedhje është renditur në vendin e tretë, Abdigjiku sërish arriti të mbijetojë vot besimit dhe të mbetet në krye të partisë. Gazeta Nacionale përcolli për disa orë këtë proces duke raportuar zhvillimet nga vendi i ngjarjes. Para nisjes së votimit, Abdigjiku dukej i emocionuar dhe nën presion. Në fjalimin e tij, i cili ishte i vetmi që u lejua të ndiqej nga mediat, nuk munguan kritikat dhe akuzat ndaj kolegëve që kishin kundërshtuar brenda partisë. Për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare, nuk po mblidhemi për të zgjedhur, po mblidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK-ja sot. Gjatë kohës së ai po kritikonte kundërshtarët e tij, kamera nacionale skapi një moment kur Imri Ahmeti, kryetari i komunës së Lipjanit dhe një nga zyrtarët e parë që kishte kërkuar shkarkimin e Abdigjikut, tunte kokën vazhdimisht gjatë fjalimit. Jo 355.000. Ndërkaq Armen Zemaj, njeriu që kishte dorëzuar në nënshkrimet për thirrjen e kuvendit të jashtëzakonshëm, foli edhe pasi rezultati nuk ishte në favor të propozimit për shkarkim. Ne kemi menduar që ndryshimi i sjell suksese, shumica ka menduar që duhet vazhdohet me zotëri Abdigjikun, edhe ky është rezultati. Në mesin e 152 delegatëve që votuan për largimin e Abdigjikut, ishte edhe ish-kryeministri Avdullah Hoti. Ai u largua nga ky kuvend pa thënë asnjë fjalë, pavarësisht insistimit të gazetarëve. Një reagim pas këtij procesi e kishte edhe deputetja Hykmete Bajrami. Në një postim në rrjetin social Facebook, ajo konfirmoi publikisht se kishte votuar pro shkarkimit të Lumir Abdigjikut, por e theksoi në fund se gjithmonë fiton demokracia. Dhe në fund të këtij procesi, në orët e vona të natës, Abdigjika e hoqi pezullimin e takimeve me VV-n. Ai paralajmëroi se që nga sot do të nisin takimet me VV-n për formimin e institucioneve të reja. Nga nesër deputet përpiqemi të vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Prej këtij momenti, unë heqjat çështjen e pezullimit të diskutimeve dhe LDK është e hapur diskutojnë tutje për institucionet. Nuk kemi mërri në asnjë pozitiv individuale, ju lutem, keni me kuptim me kohë kur të mërri, ju njoftojmë për gjë, apo ju kam thënë prej fillimit, kjo çështje s'është individuale, s'është me emra të përveçshëm.